Pra mesnatën e 2 prillit u nis drejt hënës misioni Artemis 2 gati 54 vite pas misionit të parë Apollo 17 konkretisht në 9 dhjetor 1972 ku astronautët pra njeriu për herë të parë shkeli hënën. Çështja të cilën do të flasim me shumë interes dhe gjatë minutave në vazhdim me zotin Claudio Peqini. Zoti Peqini, ju përshëndes. Faleminderit që jeni na dy CNN. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, çfarë bën misionin Artemis 2 kaq të rëndësishëm për shkencën, nëse ne do ta krahasonim me misionin e mëparshëm, pra të 72-shit, Apollo 17. Çfarë ka ndryshuar? Çfarë ka ndryshe në këto dy misione? Kanë kaluar gati 54 vite. Absolutisht 54 vite. Në fakt, misioni Apollo 17 është gjashti që shënon, po themi, zbritin e njerëzve në sipërfaqen e hënës. I pari ka qenë në vitin 1969, Apollo 11 dhe pastaj 12 dhe 13 ka qenë një mision i dështuar, që është bërë një film shumë i famshëm hollywoodian, ndërsa 14 dhe 17 kanë qenë misione të suksesshme, gjithsej para në sipërfaqen e hënës kanë shkelur 12 njerëz, 12 astronautë. Çfarë bën të suksesshëm? Ose çfarë bën të veçantë për shkencën moderne dhe teknologji moderne? Shumë gjëra. E para, pas 54 vitesh tashmë, njerëzit shohin nga qielli sërish për ta, ta pushtuar hapësirën, sa që ta quajmë pushtim. Ndërkohë, nga pikpamja teknologjike është një sfidë e vërtetë. Në fakt ka shumë aludime, ju jeni në korrent besoj, të shumë teoritë konspirative, të cilat theksojnë pikërisht mos avancimin tonë drejt hënës për tashmë më shumë se gjysmë shekulli. Por në fakt ka një sër arsyesh pse kjo gjë ka ndodhur mbasi të mendim, por tashmë ne po i kemi në hënë me një tjetër teknologji, tjetër qasje, sisteme shumë të avancuara dhe shumë të komplikuara, mundësi shumë të tepërta për gabime sigurisht, dhe jo më në atmosferën e luftës së ftohtë. Sepse ne shpesh e harrojmë që e gjithë gara për hapësirën ka qenë në fakt një garë ushtarake, nuk ka qenë thjesht garë shkencore. Pra njerëzit nuk kanë rënë drejt hënës për hir të shkencës, ka rënë drejt hënës për të treguar superioritet ushtarak. Dhe sot jemi në një tjetër situatë, pavarësisht luftave të fundit, por sot jemi në një tjetër kontekst gjeopolitik, jemi në një tjetër kontekst global, dhe sigurisht sot është tjetër atmosferë. Por nuk mohohet që nga pikpamja teknologjike sërish është një sfidë dhe besoj e kemi kuptuar që edhe nga problematikat që janë hasur para nisjes, në fakt ka treguar pikërisht këtë gjë. Teknologji të ndryshme që ne pretendojmë që janë më të përparuara dhe janë përgjithsisht të përparuara, por jo domosdoshmërisht më efektive. Jo çdo gjë që është më e përparuar është domosdoshmërisht më efektive, sepse sa më e përparuar, sa më komplikuar të jesh, aq më e mundshme është të ketë gabime, siç janë ato për shembull me sistemin e veçkatërimit apo me sistemin e tualetit, për them. Po, mirë, po pse ky mision zoti Peqini nuk përfshin edhe ulje në hënë? Sikurse ka ndodhur 54 vite më parë, kur dhe teknologjia nuk ishte kaq e avancuar. Po, sepse ajo që harrojmë ne është shpesh harrohet në diskursin publik është nuk zbriti Apollo 1 në hënë, zbriti Apollo 11. Pra, duhet kuptoni që ne nuk në sistemin inxhinierik ose kur ti ndërton sisteme të tilla, jo çdo gjë që ti mendon se funksionon siç duhet. Pra ky është një mision test. Kuptimin ky mision Artemis 2 do të rrotullohet do të orbitohet rreth hënës dhe nëse diçka shkon sipas parashikimeve në vitin 2028 është skeduluar një mision në sipërfaqen e hënës, pas zbritje njerëzve në sipërfaqen. Sepse ka një gjë shumë e rëndësishme në objektiv, është realist ky objektiv? Nëse gjithçka të shkojë mirë sipas fjalës për 2 vite janë, domethënë që të shkojnë njerëz në hënë, astronautët në hënë, brenda 2 viteve, 2028 është objektivi. 2028 është ku do jetë misioni me njerëz. Tani, ideja është që ky mision nuk është thjesht mision patrullimi. Ky është një mision ku do ketë deri të dhënave të jashtë të shumta dhe të rëndësishme, ato bitave të famshme, ku do të vlerësohet performanca e raketës, performanca e sistemeve të ndryshme brenda kapsulës Orion, do vlerësohet reagimi i futave të reja, dhe besoj keni parë që astronautët kanë futa të reja, ndryshe nga ato futa klasike që kostumet klasike të astronautëve. Do shikohen sistemet e ndryshme të emergjencës, sistemet e navigimit,
do shikohen mjaft opsione dhe mjaft apo reagime ndaj rrezatimit në hapësirë kështu me radhë. Ka shumë elemente për të parë. Nëse gjithçka do jetë brenda normave, atëherë ose brenda kritereve të duhura, brenda kritereve të sigurisë, atëherë pastaj do të mund të bëhet zbritja në hënë. Nuk di ta them me saktësi është e mundshme apo jo. Besoj se 2 vite është një kohë më se e mundshme për të arritur në zbritjen e hënë. I kujtoj që 6 misione suksesshme janë kryer në 3 vite, pra nga 69 deri në 72. Pra kur ti kryer 6 misione në 3 vite, besoj se një mision në 2 vjet mund ta realizoj. Ka dhe një gjë tjetër se shumë herë bëjnë këtë pyetje, pse tashmë, pse nuk kemi shkuar vazhdimisht. Duhet kuptoni një gjë shumë të rëndësishme, njerëzit, ato që bën shkencën e njerëzit, kjo pajisje. Dhe fatkeqësisht ne njerëzit nuk kemi gjetur akoma një mënyrë për të transmetuar dijet në mënyrë shumë eficiente. Pra, ato që unë kam në kokë nuk mund ta transmetoj tek ai që vjen pas meje siç duhet. Kështu që këta njerëz duan rritur, duan edukuar, duan kultivuar në mënyrën e duhur, dhe është një proces shumë i kushtueshëm, atë ne quajmë shkollim dhe edukim, por në fakt është një proces shumë i kushtueshëm për shumë shoqëri. Dhe ajo që ndodh është që ato dije që fitohen gjatë misioneve, siç ishin këto Apollo, 6 misionet Apollo, nuk do të thotë që janë transmetuar siç duhet, jo sepse ka munguar dokumentimi, por sepse teknologjitë e reja që shfaqen nga viti 72 deri në vitin 2026 nuk i përkojnë më me njohuritë që vlen për teknologjitë e viteve 69 deri në 72 apo edhe më herët ku janë zhvilluar misionet Apollo. Mirë, zoti Peqini, si mund të ndikojë ky mision në zhvillimet teknologjike dhe ekonomike në tokë? Në fakt, një nga gjërat shumë interesante të këtij misioni që deklarohet, po themi, dhe si vijim i shkuarit në hënë, është vendotimi një baze të përhershme. Pra, në 2028 pretendohet që ne të shkojmë dhe të ecim në sipërfaqen e hënës, kurse në vitet e mëpasme ne pretendojmë të një bazë, e cila do të shërbejë më pas si piknisje për misionet në Mars. Si shërbejmë kjo nga pikpamje teknologjike? E para është komunikimi. Mos harroni që do kemi të bëjmë me teknologjitë e reja komunikim. E dyta janë teknologjitë po themi mbrojtjes nga rrezatimi. Sepse hapësira është një mjedis shumë hostil, shumë armiqësor. Ka rrezatim kozmik shumë fuqishëm, të cilët ne duhet i mbrohemi. Sigurisht, këto teknologji të reja do testohen në këtë lloj misioni. Sigurisht besoj se qartë cili është, po themi, produkti në tokë. Teknologji të reja në mjeksi. Do të testohen sisteme të reja raketore, që është ky që po shihim tani, që është krejt i ndryshe nga misionet Apollo, të cilat sigurisht më pas do të kenë reflektimin e tyre në teknologjinë të reja. Mund të ketë dhe me shumë mundësi ka kode të reja dhe software të rinj, të cilët bëjnë menaxhimin e strukturave gjithmonë më komplekse. Por mbas është ende shpejt të themi për pasojat të drejta në jetën tonë, sepse duhet ta dini që kur bëhet shkencë për shkencë, teknologjitë e zhvilluar duan disa vite, në mos disa dekadë që pastaj të transmetohen ose të transferohen për konsum civil. Kështu që do dojë pak kohë, por jam i bindur që investimet ose zburimet e menjëhershme do jenë në industrinë ushtarake, industrinë e komunikimit dhe në industrinë po themi mjekësore, në teknologjitë e reja në mjekësi. E në këto 5 dekada, si kanë evoluar njohuritë tona për hënën? Në fakt, nuk është se kemi zbuluar gjëra që nuk shumë të ndryshme ose nuk është se kanë ndikuar, po themi, në mënyrë drastike realitetin ose kulturën tonë për hënën, por nga pikpamja shkencore nuk mendoj se ka një hop jashtëzakonisht po themi ose një revolucion në mendimin tonë për hënën, sepse fatkeqësisht ne mund ta shohim në teleskop tashmë, nga televizja e tokës, por mendoj se ky mision do jetë një sfidë shumë esplikado nga pikpamja inxhinierike për zbritjen e hënë dhe për të qëndruar atje pse jo. Sigurisht jo me këtë mision, as në misionin 2020, por në një të ardhme të ardhme. Dhe pjesë e ekipit ishte edhe një grua. Po, edhe një grua. Gruaja e parë dhe një astronaut jo amerikan, që udhëton drejt orbitës hënore. Po, një Hansen, po dhe një për më tepër dhe një astronaut me ngjyrë, në mos gaboj, cili po ashtu do jetë njeri i parë në mision të tillë. Pra, pas ka një diversitet këtë herë, është përzgjedhur një diversitet në ekipin për të shkuar në hënë.
Me sa duket po, dhe me sa di, 3 personalët të NASA-s janë nga, që kam lexuar pakun online, janë nga po themi tipet ose personeli veteran i NASA-s, ndërsa europiani, pra astronauti europian, pastaj është dhe ai i cili përfaqëson të themi kështu Europën, sepse edhe Europa ESA, më saktë, ka kontributin e saj me modulin Orion, i cili është moduli ku përshkruhet astronaut. Në mision. Pyetje kështu në fund më shumë si kuriozitet, zoti Peqini. Sa është kohë zgjatja, sa ditë duhen për të shkuar deri në Hënë dhe pastaj kthimi është i njëjtë me vajtjen? Ky bëhet një mision 10 ditor, dhe është mision pasokisht orbitimi drejt Hënës. Paka shumë zgjatja dhe pra vajtja dhe ardhja paka shumë kohë ngjashme, themi, por gjithë mision do zgjasë rreth 10 ditë. Dhe në ardhen. Tani aktualisht ata janë në orbitën rreth Tokës dhe pastaj nga aty do nisen për të shkuar në Janë akoma në ngjitje, le të themi. Janë akoma në orbitën e Tokës. Po janë ngjitur në orbitën pra ja shkutën ato, do kaluan në orbitë rreth Tokës dhe pastaj do mbledhin motorët për të shkuar për diku trajtoren e llogaritur drejt Hënës. Do orbitojnë drejt Hënës dhe sa zgjat, le të themi sa zgjat ky udhtim nga orbita e Tokës deri në orbitën hënore? Në orbitën hënore, ky mund zgjasi, besoj në mjetë 1 dhe 2 ditë. 1-2 ditë. Atë do orbitojnë, do bëjnë disa rrotëllime rreth Hënës, sepse do duhet mbledhin të dhënat për të përcaktuar dhe ku do jetë misioni, ku do zbresë misioni i ardhshëm dhe pastaj do kthehen në paka shumë të njëjtën kohë zgjatje në Tokë. Ai qartë. Ju falenderoj shumë për këto dhëna interesante që na përcollët në këtë bisedë bashkë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.